Përshëndetje gjithashtu më të mira. Unë jam Betri Kryeziu, jam nga fshati Pagarushi i Malishevës, përndryshe jetoj në Prizren, domethënë diku afërsisht 50 vite. Mosha ime është 55 vite. A mundesh me na tregu ma shumë për vetën, trungun familjar? A jeni martu? Kur jeni martu? Them drejtën se ka pas shef shumë me fol për veten. Por megjithatë, okay, masi më bërë pyetjen, unë jam do të thotë martu vitin 2001, i kemi 4 fëmijë, elhamdulillah, falënderim takon Zotit për çështën, edhe jemi të kënaqur domethënë edhe me martesën, edhe me gjitha të mira që na ka dhënë krijuesi. A keni përcjell ato traditat shqiptare? Traditët shqiptare, them drejtën, imi mundu me përcjell, se i takom një gjeneratë pak më të vjetër, domethënë, përderisa kemi mujt me rrinë më në bazë moshës, domethënë, ne ka kapa ja tradita që më shumë është respektu, për dallim që tashti domethënë ka po dallon tradita. Po, pra e keni adaptu pak me të vjetrën, pak me të rejën. Po, ajo detyrimisht, mos e koha, do thotë, okay, koha është një hapësirë pak ufishme, domethënë mirë, po na që jetojmë në këtë kohë, domethënë kemi një si thuhet një bashkëdyzim ose një koprin mes kaluarës e tashmes. A mundesh me na tregu pak për fëmijët, mashallah, keni 4 fëmijë. Qysh, a ka qenë një sfidë me rrit ata? Qysh i keni ta i kalu ju si qeft, a i keni ndihmu njëri tjetrit me kry punë, se dim që edhe fëmija kërkojnë shumë kujdes? Padyshim, domethënë, fëmijët i kemi rrit bashkë, domethënë, burri është mbreti, gruaja është mbretëresha, domethënë padyshim, edhe me sakrifica të mëdha, do thotë me punë, me biznes, domethënë, kemi arritur të rrisin fëmijën edhe të shkollojmë fëmijët, domethënë. Më pëlqen që përmendet edhe shkollimin, se shkollimi është një pikë kyçe e jetës, pra besoj edhe ju mendoni ashtu. Unë mendoj afërsisht sikur ju, po kisha një mendim tjetër sa për këtë kësajna. Shkollimi është shumë i rëndësishëm, por çka është e rëndësishme, desha të përmendë një dietar të madh. E ka emrin Ebu Hanife. Disa e njohim, disa nuk e njohim, por shumë dietar i madh. Edhe një nxënës i tina shkojnë një ditë, thotë, oj dietari i madh. Kam një pyetje, thotë, urdhëro, thotë, erdha të mësoj, thotë, ti diturinë. Dietari i madh e dha një përgjigje, tha, shko, tha, mësoj, tha, një edukatën, pastaj hajde mësoj diturinë. Sot është rëndësishme sot, përveç dijes, dijen du ta kemi një dije dobishme të harit, Pse? Sepse sot mund ta kesh për shembull një doktor, po mund të jetë edhe hajn, mund ta kesh një politikan, po mund të jetë hajn. Dije ka, po se ka të dobishme të harit. Kështu që neve na duhet një gjenerat që vjen që jetë dije të ketë dije të dobishme edhe të harit, që ja shohim hajn shoqëria, që s'ka korrupsion, s'ka gjërat që janë shoqëri, domethënë, s'ka drog, s'ka, domethënë, gjitha një shoqëri që bën të keqe, do thotë, mi eliminu ato. Domethënë që është esenca, domethënë dijet duhet kemi, shkollim duhet kemi, padyshim, se për arsye se Zoti i plotfuqishëm në librin e tij në Kur'anin famullar thotë ikra bismike. Lexo, studio në emrin e Zotit tënd. Fjala apo është dia. Amo shumë e rëndësishme të bëhet një diagonale. Duhet të kemi një dije të dobishme, jo vetëm të mësojmë, po të jetë e dobishme. E si është e dobishme kur kemi lidhje me krijuesin dhe kërkojmë mbështetje nga ai, atë dija bëhet e dobishme. Çfarë roli kanë prind, pra edhe besimi në Zot ndikon këtu shumë, po besoj edhe prind, edukata që japin fëmijëve është kyçe në këtë aspekt, për me ndihmu, me konë sa ma shumë të edukum, të shoqërum. Padyshim, domethënë është një person shkon te profeti jon i dashur Muhamedi alayhis salam, edhe pyet, thotë, si me eduku një fëmijë, thotë, i evonu, thotë, do 20 vjet përpara. Do thotë që fëmia, normal edukatën merr për prindit, për babas e nënës. Fëmia nuk e merr edukatën në shkollë. Në shkollë vetëm mëson. Në shkollë mëson A, B, C, G, mëson fizikë, mëson kimie, mirë po, edukatën e merr në familje. Dhe fëmia është një pasqyrë, domethënë, e prindëve. Po të kujtoj një kështu një si tregim, do thotë, ishte një fëmijë i vogël, diku më thonë 15 vjet, 16 vjet, edhe po shkon me babën e tina, po shkon, po dalin, domethënë, në qytet. Edhe po thotë baba, po thotë fëmijës vet, thotë, "Qyre biri im", thotë,
ki kujdes, thot, si po sillet, se po shkojmë në qytet, na shohin njerëzit. Jo, thot, o babi, thot, ki kujdes ti, thas. Për arsye se nëse ti ma ke dhënë advokatën, atëherë sjellna mirë. Nëse ti nuk më ke dhënë advokat, atëherë si më sjell mirë. Besoj që e kuptua. Cili është mendimi ju për gjeneratën e re? Tash, tu e krahasu ju me veten që jeni rrit. Qysh mendon që e kanë këtë aspektin e edukatës dhe diturisë? Gjithmonë ka domethënë divergjenca, mos pajtim në dy gjeneratave. Domethënë gjenerata e re dhe vjetra ka gjithmonë mos pajtime. Të dy gjeneratat kanë përparësi, kanë avantazhe dhe kanë disavantazhe. Tash të shkojmë te gjenerata më vjetër për të parë avantazhet, pastaj shkojmë te gjenerata e re për të parë avantazhet dhe disavantazhet. Te gjenerata e vjetër, domethënë është e rëndësishme që numri 1 është respekti, është nivel shumë më i lartë. Ka qenë vërtet nivel shumë më i lartë, respekti. Domethënë respekti ndaj prindit, ndaj familjes, domethënë ka qenë basia, domethënë ka qenë respektimi i lidhave farefisnore. Një prej emrave të krijuesit absolut është Er-Rahman, domethënë emri i dytë i krijuesit, Zoti ka 99 emra, thot mbajtja e lidhave farefisnore. Domethënë ka qenë një lidhje shumë e fuqishme. Do thotë edhe një respekt i jashtëzakonshëm. Kjo ishte një përparësi. Jo përparësia ka qenë që domosdoshmë përket zhvillimit ekonomik, studimit, shkollimit ka qenë i mangët, domethënë. Kështu që domosdoshmë kjo është mirë, po na përmend që gjithmonë është shumë e rëndësishme domethënë kjo do thotë edukata dhe sjellja. Sa përket gjeneratës së re, gjenerata e re shihet që është shumë avancuar aspekti teknologjik, domethënë bile do gjona teknologjike nëse nuk e dim për dallim me juve që i dini, domethënë matri që jeni. Aspekti teknologjik, aspektin e mësimit, domethënë ka mundësi me nxorr ditëri shumë më shpejt, më lehtë, do thotë janë shumë më të dijshëm. Problemi është që te mungesa pak e sjelljes, domethënë po flas përgjithësi, duke filluar nga vetja, nga fëmijët e mi edhe nga gjithë tjerë, domethënë. Na gjithmonë duhet të përmirësojmë vetveten. Nëse dojmë të përmirësojmë shoqërinë, gjithmonë nga vetja, se na e ke pa, domethënë përgjithësi e kemi parim, gjithmonë ja lëm fajin dikujt tjetër. Jo. Faji është te vetvetja. Nëse përmirësojmë vetveten, kanë përmirësuar shoqëria. Disavantazhet e gjeneratës të re, nashta disavantazhet që pikant te lidhjet e tyre shoqërore, mas pari te shoqëria, pastaj edhe tek martesat. Po, është shumë e rëndësishme domethënë te gjeneratat e reja që është një dukuri negative, të them, kështu është një të ndarjet. Tash në gjuhën profesionale, të thënë divorce, domethënë gjithë ndarjet. Për arsye këtu ndarjet vijnë domethënë është shumë e rëndësishme me kuptu lidhjen me krijuesin, domethënë. Pse po vijnë ndarjet? Për arsye se po mungon respekti, edhe po mungon domethënë durimi. Domethënë po mungon durimi. E para, e dyta, një lidhje mes një djalit dhe një vajze duhet të jetë shumë lidhje e shkurtë, jo e gjatë. Nuk bën me përlëngu fejesën ose martesën. Ato duhet sa më shpejt me këtë njoftohen familja, njoftohen vajza me djalin, këtë është okay, edhe duhet me fillu me martu. Po e përmend një dietar të madh për me e plotsu këtë. Thot si keni kalu thot me gruan domethënë. Si keni kalu jetën, dietari i madh. Tha edhe tha kështu, tha, unë tha kur gruaja tha domethënë unë vrej kosej, domethënë unë tha nuk u largosha, edhe nuk bësha zë. Edhe kundërta tha, unë tha ku bësha në vërkosë tha, gruaja tha shujke, domethënë nuk fliske. Edhe kjo ka qenë rezultat që na kemi qenë një jetë gjatë dhe të lumtur mes tjetrin. Domethënë gjithmonë do të pas durim ndaj një tjetrit, durim. Edhe është shumë e rëndësishme ta kuptojmë tjetrin, ta marrim tjetrin me dobësitë që ka. Se problemi është që na nuk po e marrim tjetrin me dobësitë që ka. Na po mendojmë që është i pagabueshëm. Jo. Vetëm krijuesi është i pagabueshëm. Ne jemi të gabueshëm. Krijuesi na ka dhënë gabueshëm edhe me kërku falje kur gabojmë. Por esenca është që mungesa e durimit, domethënë, dhe mungesa ose mos durimit po vjen deri te ndarjet mes shiteve, domethënë. Edhe do të thotë edhe lidha me krijuesin. Cila është një këshill që e kishe dhënë shikuesve tonë, po është gjenerata e re, po edhe gjenerata e vjetër që për mos me pas aq dallime shumë, se përmendet edhe jo diferenca mes gjeneratave, situata ka qenë shumë ndryshme përpara, dallime ka shumë tash, teknologjia ka ndiku tepër. Cilat janë kënd disa këshilla që ti nashta edhe vetit ja kishe dhënë, po edhe tjerëve. Po këshilla ime është e para desha them për gjeneratën e vjetër,
se këtu kjo jetë që po jetojmë, kjo botë që po jetojmë ka proces reversibil, kthys. Gjithsesi dhe më ka kthys. Desha një shembull me përmend. Gjenerat e vjetra për shembull kanë bën një dhunë ndaj grave. Gjenerat e vjetra. Do thotë nuk i kanë respektuar. Edhe tash çka është, unë kisha këshilluar gjeneratën e re juve për shembull se jeni gjeneratë e re, femnave dhe grave, do thotë mos mu revanchu. Se ju tash keni filluar me revanchu tash për këtë gjeneratën. Po, domethënë, jeni tash gjeneratat e reja, gratë tona, motrat tona, domethënë jeni të bëhen dhunë ndaj burrave. Pse? Për arsye se këtë dhunë ka qenë më herët që burrat e kanë bërë grave. Kështu që është proces kthys, kështu që këshilla ime është për gjeneratën e vjetër, ata kanë shku dhe duhet më përmirësu, me ndal këto që kanë atë egon, domethënë me respektu gruan, me respektu, gruaja është mbretëresh, në Islam, na duhet ta kuptojnë këtë. Kështu që duhet të respektosh gruan, të ndihmosh edhe gruas, nuk është turp, absolutisht, domethënë, po jo vetëm ta denigrosh ose ta godasësh për shembull, a kupton? Domethënë, nëse një goditje e lehtë, mjafton jo ron, por këshilla ime për gjeneratën e re, për shembull për vajzat e reja, gratë e reja që mos me bën hakmarrë, se tash po bëhet hakmarrë. Se kjo është normale. Kështu që për mos marr përsëri edhe një herë, mos më përsërit historia, domethënë se historia përsëritet, atëherë për mos më përsërit ju duhet me respektu, domethënë vajza që jeni, me respektu burrat, domethënë se ai është mbreti juaj, domethënë ju jeni padyshim mbretëresh, po me qenë një raport i harmonishëm në të dy palave, domethënë. Kjo ishte këshilla ime edhe për gjeneratën e re dhe për gjeneratën e vjetër, domethënë na të përmirësohemi, ta respektojmë një tjetrin. Maksimum, domethënë. Por gjithmonë se në Islam, domethënë, femra është mbretëresh edhe ka përparësi shumë. Duhet ta respektojmë maksimum. Femra mund të jetë e shkolluar, mund të shkollohet, mund të emancipim në kuptimin pozitiv, jo sot, se ky është kuptimi negativ i emancipimit. Nuk është emancipim, domethënë, me burrin, domethënë me fyu ose me denigru ose me refuzu, apo ose me nënshmu, domethënë, nuk është emancipim. Kjo është de-emancipim. Emancipimi i vërtet është kur ja kupton hallën e burrit edhe e ki burr edhe respekton domethënë në maksimum, edhe një është proces i njëjtë edhe burri domethënë e konsideron ato se ka mbretëresh, domethënë ajo është nëna fëmijëve, është padyshim motra e dikujt, nëna e dikujt, edhe po rrit fëmia ja. Domethënë është e jashtëzakonshme, është një diçka që burri s'u e ban, për shembull, kupton se ka atë aftësi, por duhet të jetë të thotë normal ka me pas mos pajtime për shkak të natyrës njerëzore, domethënë, mirë po gruaja është krijuar nga brindi i burrit, domethënë, nga Ademi alayhis salam, nga brindi domethënë është më e ndihshme, më sensibile. Kështu që diçka që është më e ndihshme duhet ta kuptosh. Edhe atëherë kur ka drejt ta respektosh, por edhe kur nuk ka drejt duhet t'i japësh drejt. Me të shu pak për. Ashtu me të shu për se ja vlen. Për arsye se do thotë nëse një vajzë ose një grua e pason shtëpinë, ta bën bukën, të respekton familjen, të respekton prindit, gjitha i bën. Nëse një herë të thotë diçka, me nervoz, duhet ta kuptosh. Po të përmend një shembull, ka qenë vërtet Omer radhiyallahu anhu, para 1500 viteve, ka qenë halife në kuptimin e sot kryeministri i vjen. Edhe kryeministri i vendit, edhe një ditë shkon një person, ankohet për gruan e tij, sa atëherë ankohet mota e kryeministrit, edhe shkon te ai, para se mia aty të dera, bëni një zhurmë të bërtit gruaja, për vërtet halifes, për kryeministri për vërtet. Edhe kur asi priti edhe duli trokiti, pastaj dul halifja i nderuar Omeri tha, çka ke ardhur, tha unë erdha tha për gruan, tha po anku te gruaja ime, tha po ti tha nuk bësh zonë te gruaja jote. Tha çfarë po mendon ti, tha. Tha çfarë mendon ti? Aja tha gjitha punët e shtëpisë të këshyr, ka bë fëmijë, ka ekë ka pas vujtje, ka pas stres, gjitha i ka atu, thotë edhe në fund thotë na për një gest me ta udhëm gjitha poshta. Kjo kështu që vlera e gruas është shumë e madhe në Islam, por duhet të kuptojmë drejt. Në mënyrë drejt ta kuptojmë vlerën e gruas, edhe gruaja ta kupton vlerën e vet, edhe pozicionin e vet në shoqëri. Domethënë, ajo është është nivel shumë të lartë, por një shkallë pak më ulët se burri. Domethënë, a niveli i lartë, padyshim. Patjetër, secili ka rolin e vet në shoqëri. Padyshim. Rolin e lidhje, domethënë përgjithësitë
pavarësisht që i bujnë bashk, të do sane gruaja është ma e aftë, të do sane burri është ma e aftë. Unë e kisha këshilluar po ashtu rinin sot, cila është rinia e mrekullueshme, veç duhet me avë drejtimin. Kjo rinia është shumë e bukur, shumë e mirë, është jashtëzakonshme, veç duhet një drejtim me avë. Për shembull nuk thyet te leximi. Duhet me lexu, pa lexim edhe praktikim. Normal se çdo shans shkon me lexim edhe me vepra. Por për me pas kisha një këshill për krejt të shoqërinë në Kosovë edhe për politikanët e krejt. Për ky vend, për me ecë përpara çka duhet me bë? Pyetja shtrohet. Ky vend duhet njerëzit të lidhen me krijuesin. Nëse lidhesh me krijuesin, ky vend ka më lexu shumë. Nëse i lidhesh me krijesat, s'ka breqet, s'ka përparim. Prandaj ne, gjenerat e reja, ju që jeni gjenerat e re, ju duhet më lidhë me krijuesin, absolut. Më lidhë me ta, me kërku ndihmë ndaj tina, kur ne lidhëm me krijuesin, edhe bëhemi të mirë, atëherë krijuesi na bën udhëheca drejt. Pse kemi udhëhecat pa drejt? Për arsye se ne si popull jemi në nivel. Kemi humb lidhjen ose me bën një update. Duhet me bën një update, rinia me fillu me respektu, krijuesin, me lidh me krijuesin, me fal namazin, sepse namazi është çështje shpirtërore, fizike dhe psikofizike dhe psikomotorike. Edhe e din doktorat, energji negative shndron energji pozitive. Qelizat e vdekura i regjenerojnë. Edhe dobi tjera padyshim edhe për botën tjetër, që është shumë e rëndësishme. Kështu që nëse fillon rinia, se unë ka thonë nëse s'ka pojë një Shqipëri, thoi ke mbi 25-30 vjet, asnjë s'ka lënë parlament. Se gjithë janë zhytën. Por problemi që kjo rini e vetmi kusht është ky. Nëse plotson ky kusht, padyshim jam i bindur, si thuhet 100% ose 1.000.000% jam i bindur që ky vend ka ndryshuar shumë, ka ecë shumë përpara. Sepse kemi pas një qetësi shpirtërore, qetësi fizike dhe kemi pas një përparim, që njerëzit kanë më të konë lundur gjithë. Kanë më konë lundur, ka me pas më pak probleme. Okej, gjithmonë ka me pas probleme, padyshim se jeta është asaj, po s'ka me pas ka shumë rini për shembull me alkool, ka shumë rini me drogë, ka shumë rini me cigare. Unë më falni, një vajzë ishte takuar një ditë të një shtypshkronja, ishte përgatitur temën e diplomës. Ajo. Edhe tu bë mohabet për shatimin e diplomës ishte për cigaren, duhanin. Edhe aty sipas analizës që kishte bëja, mosha mesatare që po pinë në Kosovë 17 vite. Që pinë cigaren. Që është jashtëzakonisht i keq. Është i keq, domethënë, është i keq, është antihuman dhe antitrupe, antinjerëzor. Rinia duhet me ndalu këta, me ndalu dohon, me ndalu drogën, me respektu prindin, me respektu babën, me respektu nënën. Pse? Se po krijuesi familjar në koronë familjar, pas meje i plotfuqishme në tokë është baba edhe nëna. 3 herë është nëna, 1 herë baba. Prindit janë. Nëse nuk i respektojnë prindit, atëherë vaj halli për neve. E kemi një dënim shumë të madh. Nëse respektojmë, kemi një shpërblim të madh. Ti krijuesi ki 2 gjëra, ki ekstrem. Ki dënimin e ki të jashtëzakonshëm, është shumë i keq, shumë i madh, edhe shpërblimi është jashtëzakonisht i madh. Kështu që na rinia duhet prindit me respektu më shumë. Babën dhe nënën, në çdo moment, edhe kur të shkosh në shtëpi ta përqafësh prindin. Ku del për shtëpia ta përqafësh. Gjithmonë mamin, babin, se ai është sebeb që kjo artikë në botë, Ai të mbulon ty kur bish me vjet, ai të mbulon, nëna të mbulon, baba të mbulon. Ai mundohet ty sakrificën me dha. E na tash rinia këto sakrifica nuk i dha. Nuk respekton babën, nuk respekton nënën. Thosh kjo është shumë e keq, kjo është një keq e madhe, është një rrezikshme. Pse se mund të pru dënim. Mund shkatrim nuk bjen, për arsye se profeti Allah i plotfuqishëm i ka premtuar profetit tonë dashur, ka thënë popullin na i Muhamedit alayhis salam, popullin e ju i ka thënë nuk e shkatroj fizikisht me fjalën, që e shkatroi popull më hershëm. Mirë po dënim mund me pas. Dënime mund me pas edhe, kështu që na duhet mu kthy rinia, sidomos ju të rit, duhet më kthy do të thotë leximit, edhe zbatimit ato që lexon, me lexu një libër,
që ka dobi, edhe me zbatu në praktikë, se nuk mjafton me lexu, do të me zbatu, edhe me respektu prindit, me mbajt lidhet fare fesnore, me shku te halla, me shku te gjyqe, me shku te kushërini. Po ti mush me thonë, më falbe, po aje kushërini nuk po vjen te une. Ani, nuk ka problem, ti shko. Pse? Se ti e ki account number it's yours. Ti e ki llogarinë tonë bankare. Dhe Zoti ka më të pyet për llogarinë tonë. Edhe ti je në peshore ke me dal. Llogarinë është më fal, është në koronë familjar. Kur vjen dita e gjykimit, çka po Zoti do të thëshim, thotë, o robim, jemi rob i Zotit. Lexoje librin tënd. Edhe njëri fillon me lexu librin e vet. Domo pas mos të vërtetë derisa të vdes e lexon librin. Minutën, sekundën, orën, tash intervistën që përjas, është libër, shkrume, në librat e secilit për nesh. Edhe po thot njeriu, thot, kur lexon librin e vet, thot, thos pas kam mbet asgjë, thot, pa shkruar këtë libër, gjitha që nga shkruar. E çka po thot Zoti për të thotë, është kronë familjar. Thot, po pse o robim si kujtu, këtu ku ke qenë? Pse si kujtu me fal namazin, me agjërimin, zakatin, do të thotë me shku në haq ose ke mundësi me besu botën tjetër, me besu librat e Zotit, 4 libra, Tevrat, Zebur, Ëngjëll, Bibël, me besu botën tjetër, me besu ringjalljen. Pse thotë si ke bën këtu? Pse se këtu babën e nonën? Ku ke pati babën e nonën sot me çun ta zon në shtëpi pleqve? A qohet baba e nona 7-8 mijë me çun shtëpi pleqve? Kjo është impossible. Është e pakuptueshme. I ka 7-8 mijë e çon në shtëpi pleqve. Kjo nuk është normale. Merret të shtëpia aty, 7-8 mijë ton, ose disa marrin 2-3 muaj, pastaj e bojnë rotacion e bojnë. Subhanallahu, ku prindin, ai çka kriju. Subhanallahu, kjo është rrezikshme. Kjo mund sjell dënim. Dënimi i Zotit është shumë i ashpër. Zoti ka shumë durim, është për emrat e Zotit është es-sabur, i durimtar, shumë duron, më shumë se na. Ama kur vjen dënimi është i madh. Kështu që pse më morë më botë dënim, të ko më morë problem. Me respektu babën, me respektu nonën, mu shkollu, diturinë me zonë, dobishme, drejtëharit, jo pa dobishme. Nuk është e thonë ti me bo doktoresh edhe me marë aty, dhe me thonë, mu korruptu, ose politikan, sot që kemi politikan, që jenë korruptum. Qa po korruptu është korrupcioni, është smundje e Zotit dënon në koronën familjar. Nuk ban më korruptu, absolutisht, pas një çmim. Kur të zhduket korrupcioni, edhe kur shoqëria fillon me përmirësu, atëherë padyshim që kjo shoqëri ka mundëruar 100%. Por është shumë e rëndësishme kjo që të aksion ta mojmë mend, dhe më mbani mend lidhja me krijuesin. Nëse e kemi lidhjen me krijuesin, jemi të shpëtuar. Nëse nuk e kemi, kemi na pas problem gjithmonë na krijesat e mëzveti. Gjithmonë kanë pas problem. Se si kemi lidhjen, pa lidhje të fortë për të hava. Kot. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Është kënaqësi. Më ndërqofsh. Faleminderit edhe për juve, domethënë unë ju uroj shëndet të gjitha të mirat, edhe shpresoj që kjo gjeneratë që po vjen, domethënë do të vëdësohet. Do të vëdësohet edhe do të vjen një gjeneratë që do të ketë kjo shoqëri prosperitet. Thotë në gjitha aspektet, kulturor, arsimor, shëndetësor, për arsye se shumë dhe mos thatën që kemi, shumë kaq që kemi në gjitha aspektet, edhe shëndetësor, në spitale, gjitha, thotë për shkak të korrupsionit, se korrupsioni është smundje kancerogjene. Është një smundje kancerogjene e pa malinje, e pa shërueshme. Kështu që na duhet me mas po eliminu korrupsionin. Edhe mos më harru, secili për nesh është një ditë gjykimit që kanë marrë llogari. Po e ditëm këtë, gjendja ka më përmirësuar 100%. Po shpresojmë inshallah, gjithë të vëdësohemi. Ju falenderoj shumë për juve, ju një sukses, edhe juve televizorit juaj, edhe juve personalisht. Zoti i dhas gjithë mirat në këtë botë dhe botën tjetër inshallah.